Mirëmbrëma të gjithëve. Vazhduam bashkëbisedimin, diskutimin me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe bashkëpunëtorët e tij. Në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës ishin me të edhe deputetët Vjosa Osmani dhe Lutfi Aziri, ndërkaq në anën tonë, sikurse herën e kaluar, ishin Arbria Nagafsi, e cila përndryshe udhëheq edhe me grupin tonë parlamentar, përveç se është anëtare e kryesisë dhe kryesuese e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje, dhe Kuran Murati, i cili është anëtar i kryesisë së Lëvizjes Vendosje, përveç se ministër në detyrë i financave në qeverinë e Republikës Kosovës. Diskutimi ishte i hapur, i sinqert, serioz. Do të vazhdojnë bisedimet, për shkak se është rritur mirëbesimi dhe është hera e parë që kemi diskutuar me dhe për emra të përveçëm. Pra atyre kritereve dhe parimeve udhëzuese për të cilat jemi dakorduar herën e kaluar, lidhur me vlerat, meritat dhe kontributin kombëtar, shtetëror, profesional, qytetar, të personaliteteve, figurave të ndryshme të shoqërisë të vendit tonë, ua kemi bashkangjitur edhe emrat konkret të cilët i kemi diskutuar, dhe kjo është një hap i rëndësishëm përpara. Tash negocimi është shumë i vështirë, sepse duhet të diskutohet hollësisht e gjerësisht. Shumësia e emrave që trajtohen shtohet atëherë kur njërit prej bashkëbiseduesve në radhën kur ka fjalën sjell emër të ri dhe argumenton për filan personi, e më pastaj duhet të dëgjojë të tjerë se çfarë mendojnë për atë person, por lista e atyre emrave zvoglohet atëherë kur është e qartë se nuk do të mund të ketë dakordim për ndonjë emër të përveçëm. Ne do të jemi, siç e kemi thënë edhe në të kaluarën, plotësisht transparent për këtë proces të negociatave me Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirë po në anën tjetër duhet ta ruajmë, duhet ta mbrojmë konfidencialitetin e bisedimeve të brendshme. Nuk janë emra të cilët ne i kemi pyetur paraprakisht se a do të pranonin apo se dëshironin që të jenë president ose presidente të Republikës, sepse paraprakisht duhet të dakordohemi ne ndërmjet vete. Andaj në këtë fazë edhe nuk mund të flasim konkretisht për emrat e përveçëm, të cilët në fakt për herë të parë sot jemi duke i trajtuar konkretisht si emra të posaçëm për president apo presidente të mundshme. E falenderoj kryetarin e LDK-s, Lumir Abdixhikun, dhe bashkëpunëtorët e tij, anëtarët e kryesisë, deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmanin dhe Lutfi Azirin, për seriozitetin, sinqeritetin, për dashamirësinë e treguar në këto negociata, më duhet të them, mjaft të vështira. Nuk do t'i kisha quajtur negociata maratonike, natyrisht që nuk janë as distanca të shkurtra apo sprint nëse flasim me gjuhën atletikës, por nuk janë as maratonike dhe nuk besoj që do t'jenë maratonike, sepse nuk është çështje muajsh kur ne duhet të merremi vesh, është çështje javësh e do të dëshironim që të ishte çështje ditësh. Por komunikimi nuk ndërpritet, takimet do të vazhdojnë dhe jemi në një fazë të re kur po e ritheksoj, negociojmë për dhe me emra konkret e të përveçëm që nuk mund të bëhen publik derisa të mos ketë dakordim të plot për ta e me ta. Urdhëni.
Më vjen keq që në këtë fazë unë nuk mund të jap informacion konkret për këta emra, qoftë për numrin e tyre apo për karakteristikat e tyre, por ajo që është rëndësishme është se të gjitha propozimet, të cilët janë sjellur në tryezën e diskutimit sot, kanë qenë në përputhje me ato çfarë jemi dakorduar sa i përket kritereve, standardeve, parimeve, të vlerave, meritave dhe kontributeve të këtyre personaliteteve. Pra, të gjithë janë personalitetet të mira, ka dhe shumë të mira, por neve na duhet të zgjedhim atë që është i e shkëlqyeshme. Falë, nuk e kuptova njëherë se. A je me? Na kishe pushtuar përcaktuar me ty. Ai edhe me shqiptarën e Hapit. Lufta qërimtare e popullit Kosovës, bardhëse dhe organizatore se cilës ishte ushtria shqiptare e Kosovës, është luftë e drejtë, qërimtare, antikolonialiste, kundër okupatorit shekullor serb dhe nuk ka proces gjyqësor as në vend, as jashti, që mund të njëllos UÇK-n. Ne shpresojmë më të mirën dhe dëshirojmë që të na kthehen në Kosovë të lirë, besojmë në pafajësinë e tyre dhe kjo është kryesorja. Në anën tjetër, procesi negociatave me Lidhjen Demokratike të Kosovës për kandidatin për president ose presidente është një proces i ndarë, është proces politik dhe jo i drejtësisë. Minister, deri kur do të zgjasim kohë edhe me shtyta të kapë partitë e tjera si PDK dhe Alianca, kohën që do të konstituohet kuvend. Ju presim juve tash e sot vit brenda sallës për të thirrur seancën kryesuesi saj Abdul Jahari dhe ju thoni që po presni derisa të arrihet pak një marrëveshje për president konsensual. Sa është kjo pritja që të bëhet kuvendi peng? Ne nuk jemi duke pritur, jemi duke punuar ditë-natë që të arrijmë të një marrëveshje politike. Ju e dini që numrat janë për ta konstituuar kuvendin dhe për ta formuar qeverinë edhe brenda ditës. Mirë po, krejt kjo është e kotë nëse nuk kemi emër për president konsensual, kushtetues, i cili do të zgjidhej nga kuvendi. Ne këtë e po. Unë u zgjodha kryeministër, pasi që e formuam, e konstituam legjislaturën e 10 në Kuvend të Republikës, mirë po i patëm zgjedhjet e 7 qershorit pas 28 dhjetorit. Unë nuk besoj që ka dikush i cili nxitohet për ta përsëritur atë çfarë ka ndodhur me 7 qershor edhe në një muaj të vjeshtës së dimrit. Prandaj po bëjmë më të mirën e mundshme sa më shpejt që mundemi, ndërkaq seancën konstituive, siç e dini, e thret deputeti më i moshuar në këtë rast, Avni Dehari, i cili ka dhënë edhe ai arsyet dhe argumente veta pse s'po e bën një gjë të tillë. Ju e dini që pati incidentin në kuvend, tash duhet ta dim apo duam konstituim të kuvendit që të mos kemi zgjedhje dhe të kemi stabilitet institucional, apo po duam konstituim kuvendit që të kemi incidente dhe të kemi zgjedhje. Unë nuk kam se çfarë diskutoj në këtë aspekt, meqense se seancët i thret kryesuesi aktual, i përkohshëm gjithsesi, deputeti më i moshuar, i cili, siç e thash më herët, tash më ka dhënë shpjegimet për veprimet e tij. Urdhër. Nuk mendoni që do të marrë dhe ndërkohë, sot janë bërë 19 vjetë për e mësina të arkohë pra në të qështë e javën, dhe të shtëri në kuvendit po 6 vjetë për të zgjedhur presidentin. Pra jenë brava qasaj periudhë që edhe për të zgjedhur presidentin, edhe me respektu pra mos me udhëllu të shkjetë, edhe të shkjetë. Se s'po mund të
Ashtu qysh nuk mund të bëj kryesuesin e seancës konstituive, nuk mund të bëj as kryesuesin apo antarin e gjykatës kushtetuese. Kushdo që konsideron që ka pasur shkeljet gjykatës kushtetuese, mund të drejtohet gjykatës kushtetuese. Ju e dini që deputetët e kanë dhënë betimin. Ata janë deputet të Republikës Kosovës, ndonë se ende nuk ka kuvend të konstituar. Ata mund të drejtohen gjykatës kushtetuese. Unë nuk e ndaloj askë, por nuk e inkurajoj njëkohësisht askë. Na duhet marrëveshja politike, nuk besoj që jemi duke shkelur kushtetutën. Kush dyshon për këtë gjë, mund të eliminoj dyshimet duke adresuar çështjet e gjykata kushtetuese. Edhe njerë po e theksoj, unë nuk besoj se ka arsye të tilla. Dhe në vitin e kaluar, ju e dini shumë mirë sa ka zgjatur konstituimi i kuvendit. Në vitin e kaluar, zgjedhjet janë mbajtur me 9 shkurt, ndërka që kryetari i kuvendit, Dimal Basha, është zgjedhur me 26 gusht. Fiks sot një vit. Pra, prej 9 shkurtit, deri me 26 gusht, janë ma shumë se 6 muaj. Ma shumë se 6 muaj keni pasur atë. Ndërkohë që tash nuk janë ende 3 muaj. Pra në vitin e kaluar, deri te zgjedhja e kryetarit të kuvendit, nga zgjedhjet parlamentare kanë kaluar më shumë se 6 muaj e tash jemi më pak se 3 muaj. Faleminderit shumë. Natën e mirë.